Air Albania shoqëroi kombëtaren Kuqezi në fluturimin e fitores, në fluturimin që çoi në peshë zemrat e gjithë shqiptarëve. Kombëtarja dhe i gjithë delegacioni që i shoqëronte kanë fluturuar me Air Albania nga Shqipëria në Serbi dhe nga Serbia në Shqipëri. Zogjtë e Air Albania kanë mbajtur në krahët e tyre yjet e kombëtares që dhuruan një ndeshje spektakolare në Leskovac të Serbisë, ku shënuan edhe golin që çmendi të gjithë tifozët serb dhe çoi në peshë zemrat e gjithë shqiptarëve anemban botës. Gjatë kthimit të tyre në dhe avioni shqiponjave Air Albania, një kompani që mbart mbi krah emrin e Shqipërisë, ka shoqëruar futbollistat e kombëtares bashkë me emocionet dhe festën e madhe për t'i zbritur ata në aeroportin e Rinasit, ku u pritën nga mijëra tifozë, të cilët festuan bashkë me ta. Air Albania është kompania që mbart emrin e Shqipërisë edhe në kohët më të vështira të saj. Air Albania ishte kompania që gjatë pandemisë në vitin 2020 solli vaksinat e para, po kjo kompani ajrore, Air Albania, ka kryer ekstradimet nga vendet të ndryshme të botës. Air Albania nuk është thjesht një kompani tjetër në treg, është një krenari me gjithçka që na sjell pranë, edhe kombëtaren Kuqezi që shkroi histori me golin e fitores në Serbi.